Evi Sallushi, kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, pjesë e listës së hapur, po vijon fushatën duke takuar qytetarët dhe pas prezantimit me strukturat socialiste ka zbritur në teren, ku ka ndezur edhe motorët e fushatës e për të vijuar intensivisht takimet me njerëzit. Me njerëzit e mirë të thjeshtë të rajonit numër 4, që t'japin shumë dashuri e mbështetje me zemër, kështu shpreh kandidatja Evi Sallushi, e cila garon në zgjedhjet e 11 majit për të qenë pjesë e parlamentit të ri, si deputete dhe përfaqësuese e Partisë Socialiste. E ndërsa po takon qytetarët, po i njeh ata me programin qeverisës së Partisë Socialiste që kërkon një mandat të katërt për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, për pasaportën europiane, për brezat që vinë pas teje dhe për historinë tonë të përbashkët, siç shpreh kandidati Sallushi, po prezanton njëkohësisht edhe platformën e saj, por gjithashtu po kërkon votën nga qytetarët për të qenë nesër një zë i fuqishëm në parlamentin shqiptar, një zë jo vetëm i rajonit numër 4, por një zë i fuqishëm edhe i qytetarëve të Vlorës. Kandidati Sallushi vijon kështu takimet me qytetarët der më der, jo vetëm me njerëzit e thjeshtë, por edhe me përfaqësuesit e biznesit, duke u garantuar atyre se vetmja rrugë për Shqipërinë 2030 është vota për Partinë Socialiste më 11 maj, ndërsa sipas Sallushit, qytetarët e kanë vetë në dorë zgjedhjen për të vijuar me forcën politike progresiste, e cila do ta çojë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian.